Faleminderit të nderuar kryetare, nderuar kryeministër, nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, nderuar deputet, dashur qytetarë të Kosovës. Në çdo shoqëri normale, debati për ndryshimet kushtetuese është një debati më i gjerë mbi normat e një vendi. Nuk e përfshin veç partitë politike, nuk e përfshin veç deputet, e përfshin krejt shoqërinë. Edhe me miratu një udhëzim administrativ duhen një 2 javë konsultim publik. Neve këtu në u ka sill teksti amandamenteve i cili është i shkruar para 14 viteve dhe ka kaluar në gjykatë kushtetuese fiks para 14 viteve. Prej atëherë, Kushtetutës së Kosovës janë bë 26 amandamente. Dhe normalisht me interpretimet që ju kanë bë asaj prej gjykatës kushtetuese ka ndruar jurisprudenca e saj, ka ndruar plot bot kuptime që kemi pas na mbi kushtetutën. Prandaj përdorimi sot i një vlerësimi kushtetues që ka bërë gjykata kushtetuese para 14 vjetëve është i paprecedent. Është i paprecedent. Nuk ka vend tjetër evropian. Unë sfidoj çdo kënd prej kabinetit qeveritar, prej juristëve që na këshyrin, nëse gjejnë një vend në të cilin kontrolli paraprakje amandamenteve kushtetuese, siç është në rastin tonë, bëhet sot, ndërkaq miratimi thirret të bëhet mas një dekade e tutje, unë nuk dal me folë më këtë kuvend për ligj. Mbi të gjitha, tash do dal të çështjet konkrete. Kryetare, lutem nëse mund kërkoni qetësi se s'po mundem me folë. Ju lutem që të mbani qetësi sepse deputeti Kuda duhet ta përfundojë fjalën. Po dal tek çështjet konkrete. Ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës vet. Kryetare, ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës. Dhe më lejoni t'ju lexoj rregulloren e punës çka thot për këtë rast. Thot seanca se ke lexu. Ndëgjoj tash se ke lexu. Tash kur ta lexojnë është se ke lexu. Se ke lexu. Seanca plenare për të miratuar amandamentet kushtetuese thirret brenda 2 javësh nga marrja e vlerësimit nga gjykata kushtetuese. 2 javë. 14 vjet mbrapa jena. 2 javë po thot, çfarë? Kryetare. 2 javë. 2 javë seanca për miratim. A jena në seancë për miratim na? Fala, jena në seancë për miratim. Po thot seanca për miratimin e amandamenteve, që është kjo, thirret 2 javë pasi merret vendimi i gjykatës kushtetuese. Na jena 14 vjet mbrapa. Fol me qytetarët, para qytetarëve, jo me mua. Unë po flas me juve se ju kujdesni për rregulloren në seancë. Drejtoju qytetarëve, jo mu, të lutem. Pse jo ty? Pse jo ty? M'fal. Për çet rregullore kryetare, kujdesni ju apo? Ju jeni autoriteti final i çti kuvendi me interpretu rregullore. A është kështu? Nëse s'o kështu thuma, është kështu. Prandaj po drejtohem ty, si kryetare e kuvendit. Pse lejon ti me ushkel rregulloria e kuvendit? Pse lejon ju gjithë se ti pas ke lexu? Po se pas ke lexu mi po thot 2 javë, jo 14 vjet. Pse lejon ju mas 14 vjetë me sjell do amandamente kushtetuese? Pse? E para, e dyta, pyetja që bot është, pse ka kaq shumë urgjencë? Pse ka kaq shumë urgjencë me miratu sonte amandamentet kushtetuese? Pse ka kaq shumë urgjencë? Se lejon rregulloria, po pyet deputetët pse jo se lejon rregulloria deputetë. Këto amandamente kushtetuese po ashtu janë sill në mënyrë të gabuar në këtë kuvend. Procesi i amandamentit kushtetues është ky. Presidentja ose 1/4 e deputetëve bojnë propozimin, amandamentet çohen në gjykatë kushtetuese, opi 2, opi 3 sillen në kuvend, komision për legjislacion, edhe vinë këtu për miratim. Neve sot ne ka sill presidentja direkt në komisionin për legjislacion. S'ka drejt. Na e morrim gjykimin e gjykatës kushtetuese, jo propozimet e presidentes. Prandaj bashkë jeni të shkel procedurën themelore të ndryshimit aktit themelor të rishteti. Është për keqardhje. Nuk kemi të bëjmë me kurfar dije të thellume, as me kurfar filozofie. 2 javë ka të sillsh, ka të interpretosh në 2 javë zbohen 14 vjet kurr. Prandaj, shikoni, unë e di që krejt po bëhet për fushatën që na pret. Krejt janë këtu, që ato janë qëllimi. Unë po flas si jurist. Unë për asnjë vlerësim, edhe kryetari Hamza e shpreh qëndrimin e partisë tonë. Nuk mendoj që në këtë kuvend një deputet që e lexon këtë paragraf, që thot 2 javë e jena mas 14 vjetë, nuk duhet me votu. Shikoni, kjo është rregulla themelore. Çka mujna na me ju thon njerëzve të tjerë për respektim të rënit e ligjit, kur organi që nxjerr ligjet,
që nxjerr kushtetutën e shkel vetë procedurën, jo në ligjet zakonshme, në ndryshimin edhe miratimin e aktit themelor të shtetit. Prandaj mendoj që është përkeqësore. Tash kryetare, po të më shfrytëzoj minutë me ta bëni pyetje. A mundesh më shpjegu pak mu pse këtu thot 2 javë dhe ti mas 14 vjetë i qeta mandamentit, pyetja ime për juve. Faleminderit shumë.